për urimin më të bukur nga Elia, Njumza ka 2 fjalë. Në ditën e kushtuar nënave Njumzat, Koceli ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për të shprehur dashurinë ndaj nënës së saj, këngëtares së njohur Violet Kukaj. Në profilin e saj në Instagram, Njumza ka publikuar një fotografi të Violetës, ku ajo shfaqet me një buqe të bukur lulësh në duar, e rrezatuar dhe e qeshur. Urime nan, dita jote, të paqa gjithmonë, shqiponja ime. Këngëtarja Violet Kukaj duket më e bukur se kurrë në këto foto. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.